vetëm 7 minuta. Si ndodhi plaçkitja e bujshme në Louvre të Parisit, ku vodhën bijuteri me vlerë të pachmueshme, të gjitha nga shekulli 19. Vetëm pak minuta ju deshin 4 hajduteve të maskuar që ta kryenin këtë plaçkitje spektakolare që shkaktoi bujë në të gjitha mediat botërore. Gjithçka nisi në orën 9:30 kur hajdutët mbërritën në Louvre me një kamion me shkallë, të cilin e parkuan pranë muzeut e ku u ngjitën me shpejtësi në balkon në katin e dytë. Brenda 4 minutave, 2 prej tyre të veshur si punëtor ndërtimi u ngjetën dhe me preres elektrik çan një dritare në galerinë e Apollonit, pak dhoma nga piktura e famshme Mona Lisa. Ata thyen 2 vitrina dhe morën 8 bijuteri që i përkesnin perandorit Napoleon dhe gruas së tij, që datojnë nga familja mbretërore në Francë. Në orën 9:37 u aktivizua alarmi i grabitjes. E një minutë më vonë, në orën 9:38, ndodhi arratisja. Ata u larguan nga vendi i ngjarjes me 2 motor. Policia po kryen hetime intenzive për kapjen e të dyshuarve, derisa muzeu aktualisht është i mbyllur.